Ikja masive e njerëzve nga të ashtu quajturat vendet e botës së tretë, kryesisht Afrika dhe vendet e lindjes, vitet e fundit është kthyer në një fenomen shumë të përhapur, i nxitur kryesisht nga luftrat, varfëria, mungesa e mundësive ekonomike dhe pasiguria politike. Të lakmuara janë vendet e Bashkimit Evropian, të cilat garantojnë më shumë siguri dhe standarde më të mira jetese. Por kufizimet ligjore për hyrje në Bashkimin Evropian kanë shtyrë një pjesë të emigrantëve të përdorin në rrugë të paligjshme, duke u bërë shpesh viktima të rrjeteve të trafikimit të emigrantëve. Në këtë kontekst, Shqipëria është shndruar në një vend tranzit ku emigrantët kalojnë për të arritur në vendet e Europës perëndimore. Këtu hyjnë në lojë rrjetet e trafikantëve, të cilët përfitojnë nga dëshpërimi i emigrantëve duke kërkuar shuma të mëdha parash për kalime të paligjshme, shpesh në kushte të rrezikshme dhe çnjerëzore. Por prej vitesh tashmë ka edhe forma të tjera të trafikimit, më komode dhe më pak të rrezikshme, që realizohen përmes trafikantëve që fshihen pas agjensive turistike apo të punësimit. Pikërisht për këtë do të flasim sonte. Është data 18 shtator 2025 në aeroportin Nën Tereza, me valixhe në duar e çanta shpine mbërrin 11 shtetas egjiptian. Ata kanë udhëtuar nga Kairo për në Athinë e më pas me destinacion të fundit Tiranën. Grupi ka me vete edhe një shoqërues. Pak qaste pasi kanë kaluar zonën e kontrolleve, 3 prej tyre takojnë një të ri që i priste në hyrje të aeroportit, pastaj ribashkohen me grupin dhe të gjithë së bashku vijojnë rrugën për në dalje. Në ambientet e jashtme ata ndalojnë me gjas në kërkim të një mjeti transporti, vjetëre që shumica qëndrojnë pranë personit që u udhëhiqten që në momentin e mbërritjes, duke mos e kuptuar gjuhën që flasin, presin për të parë se çfarë do të bëjnë, por me ç'duket nuk bien dakord për një taksi dhe vijojnë rrugën në këmbë për të dalë tërësisht nga aeroporti. Burri me pantallone ngjyrë gri dhe këmishë me mëngë të shkurtra, i cili mban në dorë një telefon dhe disa dokumente, është personi pritës dhe organizatori i këtij aktiviteti me shumë gjas të paligjshëm. Ku e dim ne se mund të jetë i paligjshëm? Për këtë hipotezë do të hedhim dritë pak më vonë. Ndërkohë, ajo që dini edhe ju që na ndiqni prej vitesh ka të bëjë me pasqyrimin e vazhdueshëm që i kemi bërë këtyre historive me trafikantë të paskrupull dhe shpesh të rrezikshëm, të cilët i trajtojnë emigrantët si sklever pa asnjë të drejtë. 2 vite më parë, kolegu Eraldo Arlicaj arriti të dokumentonte aktivitetin e një rrjeti të mirë organizuar të trafikut të emigrantëve, i cili pas publikimit të pamjeve dhe ndërhyrjes së policisë u arrita azhjesohej. Historitë me trafikim emigrantësh ilegal nuk mund të mbyllen me 1 apo 2 ndërhyrje që përfshin edhe mediat, sepse pozita gjeografike, kufijnë toksor dhe afërsia me vendet e BE-s bëjnë territorin shqiptar një pikalimi të rëndësishme për rrjetet kriminale që merren me trafikimin e emigrantëve. Tani le të rikthehemi aty ku e nisëm. Tek emigrantët egjiptian, të cilët për hir të së vërtetës, atë mes ditën nxehtë 18 shtatori hynë në Shqipëri në mënyrë krejt të ligjshme, me avion, me vizë të rregullt, me kontroll pasaporte dhe dokumentash të tjera të nevojshme. Të rinj qëndrojnë jashtë aeroportit në pritje të dikujt që do të mund t'i transportojë për në një destinacion ende të panjohur. Nuk vonon shumë dhe aty afrohet ky Benz, burri me pantallona gri ha bagazhin e makinës dhe emigrantët vendosin çantat e tyre brenda. Më pas, Benzi i zi largohet duke marrë me vete 4 të rinj dhe bagazhet e tyre. Pjesa tjetër qëndron aty, por vetëm për pak minuta, sepse pranë tyre ndalon një Volkswagen Turan me targ AA 878 KG, në të cilin sistemohen edhe 4 të tjerë. Po kush është personi që prishi ditën e tij në mes të vapës për të pritur 11 egjiptian të panjohur? Ai quhet Kristos Guri, një 66 vjeçar nga Korça, i cili rezulton të ketë me 2 nipte të ndryshëm një aktivitet gjithëpërfshirës, duke nisur nga bujqësia, peshkimi, blegtoria dhe ndërtimi. Ndaj nuk përjashtohet mundësia që këta 11 emigrantë nevojiten si forcë punëtore. Gjithmonë nëse është ky qëllimi i vërtet, sepse shpeshherë mbërritja e emigrantëve në Shqipëri me letra pune është thjesht karemi, pasi vetëm disa prej tyre kanë qëllim të punësohen dhe integrohen në këtë vend. Pjesa tjetër trafikohen për në shtetet europiane kundrejt pagesave të majme që bëjnë tek trafikantët. Tani t'i hapim pak letrat. Kjo që po shikoni, ardhja e emigrantëve, shoqërimi nga Korçari Kristos Guri, ndjekja që po ju bëj me telekamera nuk janë thjesht hamendësim apo dyshimi yni, por një punë e organizuar, pjesës së cilës është edhe një person i infiltruar, bashkëpunëtori i organeve ligjzbatuese, i cili ka qenë gjatë gjithë kohës pranë trafikantëve. Dhe siç ndodh jo rrallë në punën tonë, bashkëpunëtorët mund edhe ta dredhin ose të luajnë me shumë porta. Fatkeqësisht, ky është rasti. Pasi kemi qëndruar për disa minuta duke vëzhguar grupin e emigrantëve të trafikuar, bashkëpunëtori na njofton se duhet të largohemi pasi do të jetë ai në vëzhgim deri në momentin që grupi do të lëvizë për në destinacionin e planifikuar. E ndërsa jemi në redaksi duke pritur sinjalin, na vjen ky mesazh zanor. Listen to me. Half people go running and other people catching police and this time in airport. Who go running? Half people go out this time country and half other people inside not go out country. This who inside country not understanding this way. Only
understand in Tirana. Where in Tirana not understand. Historia jon me këtë grup emigrantësh tashmë të ndaluar nga policia nuk u mbyll këtu. Pasi do ta takojmë vet Kriston, përdoruesin e këtyre godinave të vjetra të shtetit shqiptar, e të shohim nga afër këtë aktivitet i cili u mbaka me fuqi punëtore të huaj. Aktiviteti tonë është përpunimi i kërmillit, të cilin e grumbullojmë në të Shqipërinë dhe eksportojmë në jashtë shtetit në Francë. Si janë shifrat? Shifrat, sidomos këto 2 vjetët e fundit, popullata ka ikur, punëtorë nuk u ka, euro ka rënë, si mos më keq. Punëtorë duke qenë se s'ka, si siguroni? Morëm nga Egypti, po ata nuk punojnë, nuk janë si shqiptarët. Ti sa punëtorë ke vetë gjithë kjo aktiviteti yt? Tani ne s'kemi filluar akoma, se kemi sezonal, ne në prill fillon, ne tani po rregullojmë, po bëhemi gati për në sezon. Këtu kanë ndryrë edhe disa agjenci tuaja që kanë bërë më shumë kontrabanda se sa për të ndihmuar. Në realitet, kjo që sapo na tha 66 vjeçari është e vërtet. Në Shqipëri operojnë shumë nga këto agjenci që sjellin forcë punëtore nga Afrika apo vendet e lindjes, por ka patur raste të shpeshta kur drejtuesit e këtyre agjencive janë përfshirë vetë në trafikim me migrantësh drejt Europës. Ju vetë nuk është se keni lidhje me trafikun e paligjshëm të migrantëve? Jo. Ktu për shembull aktualisht s'keni asnjë punëtor tuaj? Asnjë punëtor tuaj s'ka. Në vitin 2025, ju si biznesmen keni marrë disa punëtor nga Egjipti vjet në shtator, në aeroport. Ka ndodhur diçka, një ndërhyrje policore, disa janë arratisur, janë zhdukur, disa janë kapur. Ma trego pak për këtë. Unë i kam pritur vetë me këtë makinë atje, lajmëruam edhe policinë e aeroportit atje dhe kjo e emigracioni. Sa zbritën ata, njeri shkofi andeja, njeri këtheja, i them policit, ore na iku njeri që atje direkt. Njeri ushtrisi i vdekur atë policia më kanë bërë në doktorat, ore na ikën, kjo është lojë, një të bërë lojë, na iku dhe njeri. E kishin përgatitur domethënë ata, që sa të vinin me ju pastaj të shpëndajnë? I shtrehova në hotel këtu. Atë natë që son këtu, iku tjetër, u hodh nga balkoni, nga kati tretë iku dhe një tjetër. Po me këtë makinë ke qenë ti? Me këtë. Po çe i ke ndruar targat? Po, pse? Thash mos keni pas problem? Jo. Nuk është se jeni të përfshirë në aktivitetin e paligjshëm. Po ç'pu kam me aktivitetin e paligjshëm. Edhe tani një tjetër zyrë për të sjellë punëtorë, i thash jo, nuk dua. Për punën e këtyre agjencive tuaja që ja u marrin. Agjencitë shqiptare kanë agjenci jashtë në çdo shtet, bashkëpunojnë njëri me tjetrin. Këta disiformojnë punëtorët që sjellin. Ju premtojnë që do vini, do kaloni, do ikni në Evropë, jo andej këtej. Nuk jam i qartë të mirë, më duket se ju marrin dhe ata para këteja dhe këta këteja. Dhe i gënjejnë për të çuar në Europë. I gënjejnë për të çuar në Europë. Ky zotri duket i sinqert dhe mjaft i qetë teksa flet me ne. Por ndërrimi i targave të makinës, lajmërimi i policisë në aeroport, kur supozohet që punëtorët janë me kontrata pune të lishme, arratisja e emigrantëve në mënyrë të pakuptueshme, a nuk lën vend për të dyshuar. Megjithatë, nëse ky zotri është i përfshirë me vetdije në aktivitetin e paligjshëm të trafikut të emigrantëve apo jo, kjo mbetet për tu verifikuar nga policia. Sidoqoftë, fenomeni i trafikimit të emigrantëve përmes territorit shqiptar është kaq i përhapur saqë nuk e kemi as pak të vështirë të bijem në gjurmët e grupeve të tjera që operojnë në vendin ton. Hi, how are you? How everything? Yeah, You from India, yes? yeah. What's your name? What you do here? Spend some time here. How day you stay here? 13 days. You're coming with visit visa. A është vërtet turizmi arsyeja e mbërritjes së kësaj vajze nga India në Tiranë? You not have any friend here. No. Where you staying? Hotel? Hostel. Actually, I'm seeing some apartment. Some people are come from India also. You need help him? Yeah. You coming here for what? Because a lot of people go to the Europe and All people like Europe. you also like the Europe. Nëse për europianët ka ekzistuar gjithnjë e ashtu quajtura ëndra amerikane, për këta të rinj, Europa është ëndra e tyre më e madhe. Gjatë bisedës i infiltruari ynë e pyet nëse vajza ka dieni për shtetas që vijnë nga kontinenti afrikan. Have many African people Yeah. coming for work or coming for tourists or coming and go for Europe? So for Europe, Diçka që do i pëlqente shumë edhe kësaj vajze, gjë që ja kërkon menjëherë të infiltruarit ton. it's easy to go to Europe from here. People find many line for go. Not have Schengen, only people go for traffication. Takimin e radhës, bashkëpunëtori ynë e bën me një djalë të ri që është mashtruar me kontratë pune false. How you coming here? By plane. You from Nigeria? How people bring you here? For football, huh? Son, for liar people, only for you coming. Yeah. How much you pay for visa? 600 euro, 700 euro. Why not go Italy, Spain, France? So much money, no? How much from Albania in Italy take money? Money I don't. Not any friend for you go Italy? None.
Who bring you here? My manager, friend. Albanian? No, Nigerian. And have contact with people here for make visa? He has Albanian passport. He married Albanian. Një nigerian i cili ka siguruar pasaportën nëpërmjet martesës me një vajzë shqiptare dhe që ka kontakte me persona që punojnë në institucionet tona shtetërore dhe bëjnë viza për të mashtruar njerëz nga lindja. Kush është ky person? Djali me të cilin biseduam nuk na dha më shumë të dhëna, por ne arritëm të takonim shokun e tij i ardhur në Shqipëri me ndihmën e të njëjtit individ. Shkaku i ardhjes për të luajtur futboll si profesionist, por vetëm në letra. How are you, my friend? How your family? How everything? How your work? You coming with visa for work? Visa D, visa C. Viza fatgjate deri në një vit, e cila mund të përfitohet për qëllime studimi, pune, bashkimi familjar apo arsye shëndetësore. You have agreement for contract for where you play? But I need to. I don't doing contracts. For football, yes? And you not go for football. I riu buzëqesh i vetëdijshëm se me futbollin nuk e lidh asgjë. Sidoqoftë me një skuadër shqiptare duhet bëje kontrata që të përfitojë viza. Which football? Like not chef. They don't give you contract. How you I used their contract, but it was just fake. Sigurisht ishte false, por një kuriozitet e kemi. A erdhi i vetëdijshëm se nuk do të luante? Apo kishte vërtet shpresa se do të shkëlqente në futbollin shqiptar? So they bring you for you play football? No, I don't play ball. I just Only for camp. E kuptueshme që vizat dhe kontratat janë thjesht karrem. Minimumi për t'ju marrë disa para këtyre fatkeqve. E më pas për t'i degdisur rrugëve të veriut të Shqipërisë, me pretekstin se në pyllin apo malin më të afërt është kufiri i gjelbërt me vendet fëqinje europiane. And for coming, how much it is? 3,000. When you come, where they give you accommodation? No, I stay with your friend. Who bring you? Për të parë mësuar nëse ekziston në vërtet një person me emrin Chaos, i cili sipas dëshmitarëve ka funksion menaxhimi në skuadrën e futbollit të Egnatias, udhëtuam drejt Rogozhinës. Hello. How are you? Anybody here or just you? Any manager of the club, Egnatia club? No. You are a player? Where are you from? Do you know any guy from Nigeria names Chaos? The manager of the club. What's his name? He's Albanian? Dhe si që merrni me mend, personi me emrin apo pseudonimin Chaos nuk është vërtet një menaxher futbolli. Ai trafikon të rinj afrikan me pretendimin se do të luajnë futboll profesionist në Shqipëri, por sapo mbërin në aeroport ata i gjejnë veten në udhkryq, pa para dhe pa ndihmën e askujt. Dhe si këta fatkeq ka me qindra. How people you have a friend for you? 10, 20? There are so many people. How people coming with you in football? Many people or you? They find work. Only coming with football. We should go contracts and then look for work somewhere else. Go work any place or go in Italy or France. Yes. And your friend, they take us in or not anymore? How will people stay with you in house? For Work or no? what? Your friends, what kind of work they do in public or in construction? They are working in different places now. Pavarësisht se nuk po prekin ëndrrën europiane, të paktën disa prej këtyre të rinjve kanë arritur të gjejnë punë dhe të integrohen në Shqipëri. What work you can do? I don't know, I need some possible right now. Training work. So what work you want to do? Factory work, no. Do you have any profession specific or just normal worker? Just no more. I'm not sure I'm good at construction. There is a better salary, but if you want like magazine or fabric or like this works, okay. But it's 600 or 500. That's so okay. Në shumë nga këto kompani apo fabrika që punësojnë emigrant nga vendet e lindjes, ka persona që qëndrojnë aty jo për të marrë rrogën mujore, por për të rekrutuar sa më shumë të rinje të reja, me qëllim trafikimin jashtë Shqipërisë. Personi që shihni në foto, me sa duket është një prej tyre. This same for traffication bring people with passport duplicate and send people out country. This Bangladesh make passport from India for bring Bangladesh here for Bangladesh not can come in Albanian and in work here in factory. This factory for aluminium. Who coming in this factory sent him out country. And owner not understand. Owner understand other. Bring people from Bangladesh with other passport. For what? For bring people work with 400 to 300 euro. And have anyone work with the 300 coming from out country? Only for traffication. A janë të vërteta këto fjalë të informatorit ton? Më mirë ta verifikojmë vetë. عايزك تساعدني في حاجة تساعدني أنا معتبرك أنا أخ ليا وكل حاجة يعني محتاج أمشي من هنا انت شيل صورة سوا فاهم أنا محتاج بس منك حاجة سوا وين؟ سيبك بس من البص أنا مش عايز أشتغل هنا تاني أنا مش عايز أعمل بقى مش عايز أعمل أي حاجة أنا محتاج دلوقتي تعرف تسفرني البص انت ما هتشتغل هنا؟ مش عايز أشتغل في ألبانيا عايز أمشي من ألبانيا أروح البوسنة أو الصربية تهريب انت؟ كيف؟ قلت لي تهريب زي الناس اللي مشت من الهنود دول بوسنية في سربيا؟ الصربية البوسنة ما بيصير والله ما بيصير.
Në fillim, trafikanti nga Bangladeshi e mohon për fshirjen e tij në këtë aktivitet kriminal. Një lojë që zgjat shumë pak. شيء موجود الشغل ليش ما يلو تانية؟ هروح البوسنة وبعد كده أدبر الأمور، ما أنا الفلوس مش يتوقف شوية أنا في سواق السنتيج. Ky është momenti kur trafikanti i bën pyetje vetes, a është i besueshëm ky? A ti them po, a ti them jo? Varet ç'a ofron. هتمشيني من هنا. أنا أكيد الناس الهنود اللي أنت مشيتهم من هنا لإيطاليا مش تهريب، فاهمني؟ أنا عايزك تمشيني زي ما هما مشوا، واللي أنت عاوزها هدول، الفلوس اللي أنت عاوزها هدفعها، بس مشيني من هنا. البلد دي اليوم اليوم بكرة بعده شوف أي يوم أنا هتقول لي هنمشي يوم كذا هجهز شنطته وهنمشي. اوكي Kaq ishte loja, sa u përmendën lekët. عشان أنا اتخنقت من البلد. ما مش بس ما تنسانيش بالله عليك يا عم. ما مش يمكن ما بكلام هذا الشيء كده ليش تسوي انا كده أنا مش هكلم حد، أنا بكلمك أنت مش عارف تعرفني. ما بكلام Ky aktivitet kriminal ka dy anë të medaljes. Nga njëra anë, nëse përhapet fama e tij si trafikant, mund të ketë shumë klient, por nga ana tjetër, me sa më shumë persona që flet, rreziku është i madh që të përfundojë edhe në pranga. اللي يمشي من هنا يكون جايب لي الجواز والفلوس، وانت بتركبني العربيه، انت بتركبني العربيه اللي هتمشيني 5 2 3 300 400 يورو ادهم. ما مش انا بتدري ان شاء الله انت ما بكلام هنا اوكي انا ما بكلمش حد وانت عارف تنساني كمان، ما انا في شنطتي لو هجهزها الوقت وهتمشيني بكره همشي. ان شاء الله. Çfarë ndodhi pas këtij investigimi disa mujor, është histori më vete. Sepse siç trafikantët mashtrojnë çdo ditë emigrantët nga vendet e treta, edhe ne e psuam nga infiltruari ynë arab, i cili në vend të bashkëpunimit na dërgonte çdo ditë lule në mesazhe, duke na lënë të prisnim gjatë. Shumë gjatë. Pavarësisht se informatori avulloi duke na lënë dhurat vetëm lulet në WhatsApp, realiteti është ky që ju treguam. Në çdo rrugë të vendit shohim çdo ditë grupe emigrantësh të keqveshur dhe keq ushqyer, të cilët e shohin Shqipërinë si një portë të sigurt për të hyrë në Europë. Askush nuk i di peripecitë që kalojnë, askush nuk ndalet të mendojë se vite më parë prindrit tanë ishin afrikanët e sotëm që trokisnin dyerve të kontinentit. Prandaj kur i shikoni ndaloni pak dhe mendoni të djeshmen, e cila nuk është aq e largët. Teksa përfundoni montazhin, në redaksi na mbërriti një material i tmerrshëm, që nuk mund ta linim jashtë kësaj historie. Bëhet fjalë për këtë 19 vjeçar nga Egjipti, i cili kishte mbërritur në Shqipëri me shpresën se do të krijonte një jetë e re në Europë, por në muajin nëntor 2025 ndroi jetë në rrethana të panjohura. These people for traffication and die. Ndërkohë, ky djalë gjysmë i zhveshur me duar të lidhura pas, të cilit trafikantët i kanë drejtuar 2 armë në fytyrë, është vëllai i viktimës i marr peng për shkak të mospagesës së parave të caktuara. محمد هو اللي صيفط لنا 3 مليون رشيد دينار، هذا وقت لنا صيفط لنا 3 مليون.